Doni të largoni erën e keqe të frymëmarrjes, i receta sekrete. Një nga problemet më serioze me të cilën njerëzit përballen çdo ditë është aroma e keqe e frymëmarrjes. Kjo aromë vjen si pasojë e ushqimeve, mos trajtimit të dhëmbëve ose problemeve me stomakun. Mënyra e trajtimit është e ndryshme dhe disa prej tyre janë edhe të kushtueshme. Ne po ju tregojmë disa truke sipas Brightside që do ju ndihmojnë të shpëtoni nga ky problem pa shumë kosto ekonomike. Pjesën më të madhe të produkteve mund t'i keni në shtëpinë tuaj. Përdorni gjatë ditës të përtypni majdanos të freskët. Kjo do të ndihmojë në freskimin e erës së keqe të gojës. Përdorni shpërlarës antibakterial. Duhet të konsumoni të paktën 2 herë në ditë kos të freskët. Duhet të shplani gojën vazhdimisht edhe të përdorni një herë në javë aplikimin e sodës së bukës në formë gargare. Gjatë ditës konsumoni sa më shumë produkte natyrale freskuese të cilat do të rrisin edhe mukozën e gojës suaj.